Mirëdita të gjithëve. Sot do të zhvillojmë seancën e datës 28 të muajit maj. Do vazhdojmë me miratimin e procesit verbalit të mbledhjes së kaluar. Pro, 21 vota pro, kundër, s'ka, abstenim s'ka. Faleminderit. Kalojmë në miratimin e rendit të ditës. Pro, 21 vota pro, kundër, s'ka, abstenim s'ka. Vazhdojmë me pikën 1. Relacion dhe projekt vendim mbi përdorimin e fondit të shërbimit social në mbështetje financiare në rast të fatkeqësie për të ndjerin zoti Gani Hodo. Komisioni është mbledhur sot, e ka shqyrtuar zoti Suku. Faleminderit kryetare. Komisioni ekonomik bazuar në materialet e përgatitura analizoi të treja çështjet. Në lidhje me çështjen e parë, duke parë edhe relacionin, shpjegimet përkatëse, edhe dokumentacionin bashkëlidhur, për miratim. Okej, faleminderit. Nëse ka pyetje, se besoj. Vazhdojmë. Po, e përmendi. Ai është një lapsus që e rregullua. Jo, mirë bëre që sqarove sepse duhet sqaruar. Në rregull, vazhdojmë. Pro, 23 vota pro, kundër, s'ka, abstenim s'ka. Faleminderit, miratohet pika 1, kalojmë në pikën 2. Relacion dhe projekt vendim mbi përdorimin e fondit të shërbimit social në mbështetje financiare në rast të fatkeqësie për të ndjerën Manushaqe Kaplani. Edhe për këtë çështje, Komisioni Ekonomik ra dakord të kalojë në shumën e propozuar nga administrata në vlerën 65.000 lekë. Faleminderit, kalojmë votim. Pro, 22 vota pro, kundër s'ka, abstenim s'ka. miratohet. Kalojmë në pikën 3, relacion dhe projekt vendim mbi miratimin e raportit të performancës për vitin 2025. Faktikisht kjo është një çështje që ne kemi diskutuar dhe muajin shkurt, ka qenë informacion. Na është kërkuar ta kalojmë projekt vendim. Nëse ka ndonjë pyetje lidhur me këtë. Po, zoti Mimani. Jo, Gjersa Karajo në projekt vendim do të thotë që ka vlerë dhe diskutimi i këshillit ose të se po qet vetë për informacion mjaftoni me kaq. Problemi është kur jepet një raport performance, kërkohet diçka që kjo ka qenë performanca e bashkisë për sektorët veçantë sipas asaj që ka keni këtë raportit. Dhe e dyta në këtë pjesë, çfarë duhet është konstatuar dhe çfarë duhet rregulluar, atë është këtu e shikoj performancën, domethënë. Nëse ka diçka që këtu ky raport bie nga grupi punës që ka punuar këtu me fjalë dhe kërkon miratimin e këshillit, do të thotë që edhe këshilltarët ose kushdo qoftë, çik më gjerë mund të japi sugjerime ose mund të kërkojnë nga kjo që çfarë duhet ndreqë. Dhe unë po të marr pak a shumë zerat disë pjesë, unë po hyn diskutim shumë se sa për të pjesë aty. Po marr arsimin. Është shqetësuesme pak a shumë në performancën e arsimit që numri klasave bie, numri nxënësve bie, pavarësisht numrit mësuesve është ky që është. Dhe asa ka do marrë masa bashkia, ose çfarë është në dorën e bashkisë për të rregulluar këtë? Sepse ne votemi që performanca e bashkisë, një mësues për 13 nxënës, një mësues për 10 nxënës, do kthehemi te pjesa kaq klasa kështu, kaq shkolla po mbyllet, kaq shkolla po rrin për efekt sepse duhen mbajtur. Se po themi kanë me 1 nxënës apo me 2 nxënës. Në këtë kurse si duhet rregulluar? Sepse edhe mësimi me 1 nxënës do rritot bashkë marrë përsipër transportin më mirë, do marrë përsipër lëvizjen më mirë, apo do rregulloj pjesën e se ndoshta ca gjëra nuk janë sociale, që nuk varet vetëm nga bashkia. Kemi mbrapa. Kthehemi te kjo pjesë, po i marr disa gjëra që do t'i ngres si problem, pastaj diskutojmë. Marrin te problemi i bujqësisë, që ndoshta mbul.
flitet që gati njëjta gjuhë, kaq kilometra kanale, kaq ujitje, kaq kështu, janë shtuar numrin e punojësve, kemi shtuar kaq për pjesë, rezultati në fund? A ka një program bashkia mbas kësaj që çfarë do bëj për shtimin e sipërfaqes së vaditur? Çfarë do bëj për sipërfaqen e kullimit? Çfarë do bëj për këto zona të cilat kanë ngritur problemet edhe në të gjesat publike për të ndryshuar këtë pjesë? Nuk se unë shikoj vetëm në kuadrin e konstatimit. Konstatimi është një ranë, pjesa tjetër është çfarë do bëhet. Nëse ka kështu atëherë shikohet që 2026 atë raporti ka 2026 ka pru këto gjëra do bjerë këto ndryshime. Nuk e ndoshta s'është kjo pjesë e diskutimit, po duhet parë në këtë pjesë. Kështu që marrim pyjet, po marrim këto që të ngrihen problemet që të të ngresi kështu. Ato që shikoj unë te pyjet është ngritur vetëm numri i inspektimeve. Nuk shikoj këtu që të ketë në një pranë, si do shtohet sipërfaqja e gjelbëruar, ose sipërfaqja me pyjet, më marrë kodrën malin partizan. Keni mbetur në kuadrin e 22-shit që u shtuan disa pirë, me pasaj për filluzimi, pavarësisht se fatkeqësi që u dogjën u bën. Çfarë do bëjmë? A do të shtojmë këtë pjesë? Edhe cilët do jetë programi, sepse edhe programet në vazhdimsi, domethënë për ruajtjen e pyjeve dhe ndjekjen e pyjeve, që vazhdohen tani me këto pjesë që do merrni, janë marrë masa tani për shtimin e inspektimeve, për njerëzit janë punësuar. Po paketa e maleve, do ndikojnë në këtë pjesë, ku do futen këto? Dhe cila është pjesa që do zëri kjo pjesë tek pjesa e ruajtjes së bashkohet, do paksohet fondi pyjor? Nuk shikojnë në një plan perspektivë kështu. Numri një 5% shtimi i pyjeve, me gjitha të administrat, me gjitha të njerëz, me gjitha të fonde që hidhen, sa ka mundësi bashkia. Nuk e shikoj. Duke fare këtë pjesë. Kthehemi te pjesa e që jemi të qytetarë, të shtimi sipërfaqes së gjelbërimit ose të pjesë atë që kemi ruajtur deri farmase. Ne jemi shquar për pjesën e lulishteve vetë me trëndafila, me gjë. Kemi mbetur te pyet, tek ato pemë, që kemi zëvendësuar hoqëm ca pemë, ca kohë zëvendësuar me ca pemë tjera, ndoshta është platforma politike ose mënyra e bërjes këtu punë, po në më hoqëm një pemë, do një pemë tjetër. Hoqëm kumlla, do selvit. Nuk shikojmë një pjesë që të ketë në një program tjetër që ore ka qenë një rulishte që kanë pasur zilit gjithë. Kemi pasur një të mjekja është ruajtur. Për fal të njerëzve, të qytetarisë, të njerëzve që kanë punuar dhe do të jemi krenar për këtë. Po pse mos ta bëjmë më të aksesueshme, më të mirë? Kthehemi te performanca e administratës tjetër, policisë bashkake. Kanë marrë pjesë në kanë zgjidhur problemet në kaq konflikte ose në kaq probleme të tjera. A ka pas përplasje kjo policia bashkake me njerëzit? Si ka qenë performanca e tyre në marrëdhënie me njerëzit? Si funksionon kjo polici? A ka një grafik pune kur del në grup, apo kur dalin vetëm? Sepse është figura e shtetit, është figura e bashkisë. Dhe unë do të kërkoja me qëse rase që të kisha një grafik ose një mënyrë si funksionon për këtë muajt e fundit policia bashkake me grup, se sezoni turistik dhe problemet janë më të mëdha, janë problemet e zjarreve që mund të jenë, problemet e mbetjeve, mbeturinave të gjithë. Dhe prapë te policia bashkake do vemi. Dhe ka probleme me biznesit, ka konstatime që ka konflikte me këtë, krijojnë konflikte. Dhe unë si këshilltar do ta kërkoja që të kisha një program pune si punon policia bashkake. Nuk po them të performanca e shtimit të ardhrave, financa ka pjesë, keni pjesën tuaj që si keni mbledhur dot në për zonat dita. Kjo është për edhe fal investimeve të bashkisë dhe fal të shtimit të turizmit që ka shtuar dhe të ardhrat e pjesë. Po kjo duhet të përkushtuar më shumë me një nivel më të mirë. Nisim program shumë të mirë për ndarjen e mbetjeve. A ka përgjegjësi bashkia pse po nuk funksionon Berati? Me gjithë institucionet e veta, me administratën, me njerëzit, me policinë. Është një polici, e kemi përshëndetur dhe kemi të gjithë, që shikëqyjë të neve filloi pjesa e ndarjes mbetjeve. Kultura vjen edhe me diktat, edhe me civilizim, edhe me njerëz dhe. Si do të jetë kjo platformë, si do të jetë kjo performancë për mëtej? Unë këto shqetësime ngrita nga jo presë, pas. Ferdinand, në lidhje me problematikat që ngritët, tani, si që edhe keni ke relacioni që kemi paraqitur si administrat, ka disa tregues shumë të mirë që dhe ju i përmendët në rastin konkret si që ishte niveli i realizimit të ardhurave, si një nga komponentët kryesor të performancës së bashkisë. Patjetër që pjesa po themi e hartimit të performancës së bashkisë ka patur disa komponentë që juve keni trashëtuar tek relacioni, duke filluar që nga arsimi, infrastruktura e ujitjes dhe kullimit, administrimit të pyjeve dhe kullotave, mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtja civile, ndarja e mbetjeve, përkujdesi social, strehimi social, shërbimet publike vendore, infrastruktura etj.
Patjetër që raporti performancës jo vetëm që i jep, po themi, produktin lidhje me arritjet që ka patur administrata e bashkisë, por edhe për përmirësimin dhe disa indikacione që lidhen me përmirësimin e punës. Në lidhje me pyetjet që juve ngritët për sa i përket planit të punës së policisë bashkiake, patjetër mund t'ju ja vëmë në dispozicion. Plani i punës që vepron policia bashkiake lidhet me një plan të miratuar nga kryetari i bashkisë çdo javë. Kështu që këtë mund t'ja vëmë në dispozicion për të parë edhe juve nga afër mënyrën se si operon policia bashkiake. Në lidhje me pjesën e ndarjes së mbetjeve në burim, realisht ka patur shumë problematika, por ajo çka mund të them është që Bashkia e Beratit është për momentin on the top për sa i përket ndarjes, riciklimit, gjë që realisht e tregojnë edhe indikatorët të shitjes, po themi, të materialeve të riciklueshme, se është plastika dhe kartoni. Berat City Green, që është edhe shaja që merret me procesin përkatës, ka qenë në një proces ankandi për sa i përket shitjes së materialeve të riciklueshme, siç është rasti i kartonave dhe i plastikës. Kështu që jemi duke punuar që edhe ndërgjegjësimi i qytetarëve të jetë më i madh për sa i përket ndarjes së mbetjeve në burim. Kështu që nëse juve mund të keni ndonjë pyetje tjetër në lidhje me ndonjë sektor për sa i përket ujitjes dhe kullimit, faktikisht në kryetari nuk është sot që mbulon edhe pjesën e drejtorisë së bujqësisë, megjithatë unë po e mbaj shënim në mënyrë që ju të merrni përgjigje me një herë ndoshta mbledhjen e radhës. Shqetësimin të përgjigje, unë thash, kur është ndarë që shkruosh aja e pastrimit të ditë, me gjitha ato pluset dhe minuset që kemi, dhe fundi është dakord edhe me një fond goxha të miratuar dhe më shumë se sa merrte firma private kur bënte pastrime. Kjo kushtëzohesh gjithmonë me një rritje të efikasitetit dhe me një pastrim sa më të mirë dhe gjelbërim sa më të mirë, që të përmirësosh. Prandaj ram dakord ose miratuar për shumicë që ky fond t'i kaloj këtë. Edhe tha që një pjesë e këtyre fondit do rikthehet nga kjo pjesë. Unë e shikoj që realizimi është shumë i pak nga kjo pjesë, ndoshta do fillojë nga pjesa normale. Për sa i përket sipërfaqeve të gjelbëruara, zoti Ferdinand dhe të gjithë këshilltarët, unë jap dhe një lajm të mirë që shumë shpejt ne do ndërhyjmë edhe në zonën qendrore të parku duke bërë mobilimin urban të, po themi, të problematikave që janë mbartur ndër vite, siç është zvendësimi i stolave të amortizuar, sipërfaqet e gjelbërta apo dhe mbjelljen e atyre bime që kanë qenë tradicë e Beratit si janë trëndafilat. Shumë shpejt fillon edhe projekti mobilimit urban edhe infrastrukturor të bibliotekës, sipërfaqeve që neve aktualisht kemi në qendrën e Beratit dhe po punohet dhe nga Agjencia e Shërbimeve Publike për sa i përket mirëmbajtjes dhe po themi mbjelljes së bimëve nga ana e Agjencisë së Shërbimeve Publike për sipërfaqet e gjelbërta që janë në inventarin, po themi, të Agjencisë së Shërbimeve Publike. Ashtu sipërfaqet e tjera të gjelbra janë pyet. Janë pjesë normale. Edhe tash këtu Bashkia e Beratit ka hyrë në programin e zona më e largët. Dhe këtu një pjesë e këtyre doshë e padashë ju do kalojnë në pjesë do humbasi vlerën e tyre, se nuk do jenë pyje, nuk do jenë kullota më, se nuk kjo është çik më gjerë. Se ka dhe vetëm pyje, por ka dhe për kullota. Sepse nëse rrojmë si bashki, na duhet edhe investimi për pjesën e blegtorisë dhe bujqësisë në pjesën. Dhe gjitha këto vjen në antitezë me njëri tjetrin. Nëse ne do shtojmë pjesën të paketës maleve, gjithmonë do jetë në kurrizë të paksimit të pjesës pyjeve dhe kullotave. Sa do të ta kundërshtosh, sa do ta pjesë, ti do marrësh pjesën e zhvillimit, unë do marrësh pjesën stacionare ose pjesën me çfarë rrojnë ato zona dhe me çfarë zhvillohet. Turizmi do ecë paralelisht me dy gjëra. Do ecë me zhvillimin infrastrukturor, por do ecë edhe me zhvillimin bujqësor dhe bregdoror që ne krenohemi si Berat ose ne që do kemi si Berat. Nëse këto gjëra nuk ecin paralel, bashkia do të ketë parasysh jo vetëm qendrat, domethënë që ka impaktin pozitiv, edhe kjo pjesë që tashun, edhe për pjesën e lurisht, edhe për pjesën e gjelbërimit, sepse ne jemi qytetar, po edhe për pasë parasysh zhvillimin infrastrukturor të fshatit dhe mos paksimin e këtyre resurseve që kanë këta. Në të ketë parasysh kur t'i jep edhe këto paketat, mos na paksojnë këto resurse që kanë ndaç pyjet, ndaç kullotat, sepse do mlidhemi ose do diskutojmë pastaj pas kemi çfarë do gjejmë pjesë. Dhe dyta, sa më aktive të jetë edhe Pallati i Kulturës, domethënë është një gjë që është pjesë e jetës, domethënë sa më aktive me aktivitete më shumë, përveç aktiviteteve të tjera që ka organizuar bashkia me ceremoninë e verave, me festat,
Pallati i Kulturës është Pallati i Kulturës. Jo. Sa më aktive të jetë në pjesë me jetën kulturore, me jetën artistike, me Pallati pjesën i Kulturës, Ferdinand, është inkorporuar me pjesën, po themi, të Drejtorisë së Turizmit dhe Aktiviteteve, dhe çdo aktivitet që ndodh në qytet është në një bashkëveprim midis të dy institucioneve. Kështu që çfarë bën Drejtoria e Turizmit dhe Aktiviteteve bën dhe Pallati i Kulturës, dhe të gjitha aktivitetet që janë të programuara, ju i keni miratuar në buxhetin e vitit 2026, që e keni miratuar në fund të vitit 2025. Listën e keni aty, ato janë zhvilluar me rigorizitet nga ana e Drejtorisë së Turizmit, Kulturës dhe Aktiviteteve, në bashkëpunim patjetër edhe me Pallatin e Kulturës. Faleminderit, zonja Toska. Zoti Duro, pyetje? Në lidhje me ndarjen e mbetjeve në burim, a ka një fushat aktive bashkia që i shkon qytetarëve dhe i informon ose i sensibilizon për ndarjen e mbetjeve në burim? Faktikisht, ne kemi nisur këtë proces pothuajse një vit e gjysmë më përpara. Është bërë një fushat ndërgjegjësimi ku ne bashkë me gjithë punonjësit kanë shkuar pothuajse në çdo biznes apo edhe familjar ku janë shpërndar të gjitha, po themi, kontenierët për ndarje në burim të gjitha mbetjeve urbane, por realisht për momentin jemi në një fushat që neve jo vetëm e bëjmë afër qytetarëve, por edhe nëpërmjet medjeve online. Kështu që edhe Berat City Green mundet që ta ndiqni edhe në rrjetet sociale, që realisht dhe aty bëhet një lloj ndërgjegjësimi online për sa i përket, po themi, qytetarëve, bizneseve që të realizojmë ashtu siç duhet gjithë procesin. Mendoni se mund të ketë një rrugë tjetër komunikimi ndërmjet jo vetëm shpërndarjet në Facebook që mund të bëjë drejtoria për ndarjen e mbetjeve? Patjetër, ne nisëm këtë gjën bashkë me gjithë Drejtorinë e Mbrojtjes Civile që ka edhe sektorin e mjedisit. Patjetër kanë qenë në të mirë, po themi, të gjithë ndërgjegjësimit që është bërë nga ana e administratës, por realisht përveç kësaj duhet pak edhe ndërgjegjësimi, kuptohet, i vetë qytetarëve për të bashkëpunuar me gjitha organet e qeverisë vendore për realizimin e gjithë gjës. Unë e kuptoj që duhet ndërgjegjësimi qytetar, por mendoj se kanalet e komunikimit nuk janë shpërndar dhe flet palosje, kështu që të lutem. Po. Se nuk po bëj replik. Unë që po pyes, kam informacion atëherë, që shumë qytetarë nuk kanë informacion për të gjë. Dhe mendoj që po koshat janë të vendosur, zoti Duro. Zotrit lutem, nuk më ndalon dot ti, zotrit lutem, nuk më ndalon dot ti të flasun për një çështje këtu, të lutem. Edhe një herë, nuk më ndalon dot ti të flas kur të mbaroj unë të folurën, të lutem edhe një herë. Kur të mbaroj unë të folurën, ti mund të thuash çfarë të duash. Të drejtën tuaj për të folur. Por unë kam të drejtën për të folur dhe ti ka mundësi të mbyllësh gojën kur unë jam duke folur? Zoti Dura, të lutem. Zotrit, lutem, edhe një herë. Ka mundësi të mbyllësh gojën kur unë jam duke folur? Sepse, jo, më qetë, unë flasë si të duash ti, flasë edhe ndryshe, por nuk më ndalon do ti të flasën për një çështje në lidhje me qytetin. Ti je këshilltar dhe unë jam këshilltar dhe kam të drejtë të flas. Edhe një herë, nuk ke të drejtë të më ndalosh fjalën. Herë tjetër mëson të komunikosh, okay? Secili nga ju. Nuk ke të drejtë të më ndalosh fjalën. Unë jam duke folur. Kur të mbaroj unë ti fol sa të duash. Të lutem, respektojmë kohën e njëri tjetrit, zoti Dura, me qetësi, të lutem. Po shumë me qetësi po flas, por vazhdoj mendimin. Mësoni këshilltarët se kur duhet të flasim. Në radhë parë, në radhë dytë, e kishim diskutimin sepse shumë qytetarë nuk kanë informacion në lidhje me këtë çështje. A ka mundësi të ndjekim kanale informimit të tjera dhe kanale sensibilizimit të tjera duke në mediat lokale ose në mediat e njohura, flet palosje derë më derë. Dhe sepse nuk mund të themi është përdorur kanali komunikim social kur ne kemi shpërndar në Facebook vetëm një pjesë e administratës. Sepse unë e kuptoj këtë gjë. Jo vetëm, nisa bisedën duke thënë që e nisi ndërgjegjësimin e di që ka qenë dhe administrata po ashtu, administratorët e njësive të vetë qeverisë vendore po ashtu, BCG-ja po ashtu dhe sektori i mbetjeve me gjithë specialistët për katës të mjedisit. Ne kuptoj, por ka dhe praktika të tjera. Unë dhe krenari kemi qenë në një trajnim në Zvicër. Ka dhe praktika të tjera që qytetari është interesuar për ta bërë këtë gjë, sepse në fund të vitit mund të marri edhe një
edhe një fik nga ajo gjëja që e ndan dhe më pas shoqëria City Green e shet duke stimuluar ose duke bërë një komunikim më ndryshe me qytetarin, mund të ndodhi kjo gjëja, të kaloj shumë mirë dhe në fund të ketë përfitim edhe për Berat City Green, edhe sensibilizimin e qytetarit. Për këtë isha duke komunikuar. Zoti Suku. Po, faleminderit kryetare. Besoj se ju e sqaruat që në fillim situata në lidhje me raportin. Pikë së pari, në muajin shkurtër është kaluar informacion mbi performancën e bashkisë. Riktimi i saj ka një arsye. Pra, thjesht strukturat bashkëpunuese që nga ministria apo subjekti bashkitë e forta kërkojnë që të kalojnë në formë raporti. Ky është pra ndryshimi vetëm është ky. Në lidhje me këtë fazat në të cilat kalon performanca, pikë së pari në Këshill Bashkiak kalon miratimi i buxhetit të vitit kaluar, të 2025-s. Çka në mënyrë më të hollësishme janë parë të gjithë treguesit. Ndryshimi që ndodh midis raportit për buxhetin faktik me raportin e performancës është se shtrirja nuk është vetëm te 2025, shtrirja është në vitet e tjera për të parë ecurinë, për të parë performancën e punëve, e shërbimeve, e buxhetit, e ndjekjes tyre që bën administrata e bashkisë. Gjë që para disa ditësh mua më ka ardhur mirë dhe po njëkohësisht më ka ardhur dhe keq, që shumë nga këshilltarët e kraudjat, për të mos të tërë fare, nuk morën pjesë në konsultën e bërë nga bashkitë e forta dhe në faktoje AL që u bë këtu në Këshillin Bashkiak. Ku debate në lidhje jo vetëm me situatën për 2025, po edhe për situatën, për mënyrat se si realizojnë dëgjesat publike, atë që tha Ferdinandi, për të cilat besoj se me përjashtim të 2 njësive administrative, të Ollakut dhe të Vila Bishtit, ndërsa njësive të tjera pasaj linin për të shiruar. Në çfarë kuptimi? Vetëm pjesëmarrjes të këshilltarëve. Tashti besoj se ata që kanë qenë në të radhëgjesat e kanë ndjerë të peshën e debatit që po bëhet. Bile ata kanë problematika shumë herë më të sofistikuara, më të çuditshme nga këto që ndodhim ne. Po them një rast, për cilën do doja që kryetari i bashkisë të ishte. Në njësinë administrative në Sinj, 2 fshatra, Levani dhe Osmëzeza, kanë probleme me furnizimin me energji elektrike. Pavarësisht se edhe 2 kryetarët e fshatrave, jo kryeplejt, kryetar fshatrave shluan, e ngatëronin në kuptimin që jo ne kemi paguar tarifat. Këtu nuk flitesh për tarifat e shërbimit, e ndryshimit. Këtu flitesh për atë që kërkonin ata. Dhe ja kërkonin bashkisë, kishte të bënte me furnizimin me energji elektrike të familjeve të tyre. Gjë që kanë 6 vite që e kërkojnë. Çfarë ndodh? Thjesht një ndryshim i vogël i rrjetit të furnizimit me energji elektrike, sepse ata janë banorë të Bashkisë Beratit, po çuditërisht furnizojnë nga Ballshi. Dhe detyrimin për shlyerjen e energjisë elektrike e bëjnë prapë në Ballsh. Dhe në momentin kur kanë probleme të ndërprerjes së energjisë elektrike, natyrale apo edhe kruze, ndodh edhe të ngarkesës që kanë, marrin të dyja zonat, edhe Beratin dhe atë, askush nuk i jep zgjidhje. Çka mund të thoshë që është çështje për cilën duhet të zgjidhesh. Pra në këto dëgjesa ne marrim informacion shumë herë më të gjerë nga ç'mund të na japi administrata. Sepse ai e dinte që e bënte bashkia, realisht ajo është punë që e bën normale ajo OSHE-s. Edhe në takimin që u bë në raportin e performancës, nga të 2 subjektet, dhe nga bashkitë e forta dhe në faktoja PL, këto debate për të cilat u përmendur nga kolegët dhe patjetër që i shërbejmë punës, ne për këtë punë jemi këshilltarët, të bëjmë debate, po të më fali shoqëro se unë e kam ikë, jo me tonet. Jo, shiko, të kam ikë të thash dhe bëre gabim kur the zgjidhim në forma të ndryshme. Shikoj, ne këtu jemi
Jo, unë do i të riqa vëmendje faktikisht. Zoti Dura. Debati ishte. Shkjo, debati ishte dhe besoj se Më falë pak, debati... zoti Suku. Okej, Nuk tani, e kam a mu të vetëm ngreu, zotin ja, të lutem Duraj, kryetare, a drejtojmë mu të gjithë ngreu të zorin shqiptarëve. tani se edhe ti vyre në debat me mua, jo, Zoti për Suku, kundra, të unë lutem. them shqyqyr. Okej. Më fal pak zoti Dura, jemi në këshill, dihet si funksionon. Jo, po ti nuk do le as të mbarosh mendimin, të lutem. Normalisht do kemi mendimet kundërta, diskutime, sa herë është normale, por të lutem gjuhën e përdorimit se si ne e përdorim fjalorin, kjo për mua është shumë e rëndësishme në këtë këshill. Përpara kësaj, të lutem, përpara kësaj ti je e drejtë, përpara kësaj ti ke një rregullore komunikimi. Po që ju e keni shkenur disa herë. Të lutem, ke një rregullore komunikimi. Dhe këtë kam kërkuar dhe herë tjetër, të lutem. Komunikimi, por nuk është ky komunikimi që duhet flasim në jo, komunikimi është i tillë që unë kërkoj leje për të folur dhe nuk i ndërhyj askujt kur flet. Në momentin që personi tjetër mbaron fjalën, ka të drejtë të flasin dhe të japin mendimet çfarë të duan. Unë nuk jam këtu, të lutem të mbaroj. Se nuk po më lënë mbaroj. Nëse kjo që po them unë është e kundërt me rregulloren ke të drejtë. Të lutem. Ti je aty për të mbajtur rregullin. Patjetër. Dhe kur je aty për të mbajtur rregullin, në momentin që unë kërkoj fjalën, kanë detyrimin minim njerëzor një radhë parë të dëgjojnë. Në momentin që më përmendet emri, kam detyrimin edhe të replikoj. Unë nuk kam ndaluar njeri që të flasi pas meje dhe të mos më kundërshtoj apo të mos më përmendi emrin. Po, të njëjtën mënyrë komunikimi që e kërkoj, të njëjtën dhe zbatoj, kur të tjerë janë duke folur, nuk kam ndaluar, nuk kam filluar të flas kur ata janë duke folur. Kam pritur, kam ngritur dorën, kam kërkuar radhën dhe këtë gjë duhet ta bëjnë të gjithë. Në momentin kur ju thyeni rregullin, çfarë presit? Ju themi faleminderit që po thyeni rregullin se jeni shumicë dhe ju do bëni çfarë të doni. Kështu që ti si kryetari i Këshillit, ju si kryetari i Këshillit, të lutem, ju si kryetari i Këshillit, të lutem, duhet të mbani rregullin. Mund të marrë masa për mënyrën se si ju flisni dhe komunikoni përballë çdo lloji këshilltari që keni Unë nuk këtu. fola përballë atit. Unë po flisja përballë, të lutem. Unë po flisja përballë, të lutem, e ke gabim. Jo, nuk e kam gabim, është ti ka të folur. Unë po flisja, dhe ti ka të folur çdo të thotë. Duke i thënë mbyllë gojën. Jo, absolutisht. Unë jam duke folur, duhet ja thosh ti, unë. Duhet të ndryhej ti. Të lutem, ti si kryetari i Këshillit. Jo në këtë gjuhë, të lutem. Ti si kryetari i Këshillit, duhet të ndryhej. Me mënyrën se si flas. Të lutem. Ti si kryetari i Këshillit, kur unë isha duke folur, duhet të ndryhej edhe duhet i thoshë këshilltarit tjetër që të presi radhën. Kryetari i Këshillit, dy rival e thash ke kontent dhe do japësh mendimin tënd deri në fund, do ta respektojmë njëri tjetrin. Të lutem, ti si kryetari i Këshillit duhet i thoshë këshilltarit tjetër që të priste radhën për të folur, kur ti vinte radha të thoshte çfarë donte. Dhe jo të prisje ti të reagoja unë. Të lutem, zoti Dura, mos do të flasësh reagimin tim, e ke gabim. Para asaj tën do të mbulosh pjesën e etikës tënde të folur duke hedhur. Nuk e kam fare me palën përballë, kjo ti mbaj rregullin, ju mbani rregullin, dhe ti duhet i thosh këshilltarit tjetër të priste radhën. Kryetare, të lutem, besoj se dua ta kthej në debat më shumë, por është një gjë që duhet t'ia vjen në duke zoti Dura, sepse nuk është hera e parë që flet në këtë gjuhë komunikimi. Lutem, rregulli mund të zbatohet dhe më keq të kaq duke marrë masë ndaj teje për mënyrën e etikës së të folurit. Nuk është hera e parë që juve e kaloni cakun tuaj në mënyrën e por rregulli po merr masën se nuk është problem, nuk më trem me masën. Ju keni toleruar disa herë. Sa ka tremur më të fuqishëm, sa ka tremur verozë, do na tremë shtillën. Çfarë do thoshë dhe mbyllim të lutem. Ato rregullin, të lutem. Komunizmin e keni gjak dhe vazhdojnë, nëse do ta vazhdojmë. Sepse mua ndoshta shqyqua, më fali, nuk e di situatën tuaj në cilën ndodheni dhe nuk është mirë të ngrejt tonin dhe ndaj jush. Po pikërisht këtë nuk kupton zoti Dura. Tani mënyrën e komunikimit po i them, nuk po i vëm diskutim mënyrën se si ne po zgjidhim diskutimin, por ngritja e zërit, tonaliteti dhe mënyra se si zgjedh ai për të folur, duke thënë mbyllë gojën është shumë e turpshme. Jemi live, të lutem jemi live dhe kjo gjë nuk është mënyra e komunikimit që ne duhet të shfaqim te qytetarët. Të lutem në kontekstin e situatës në cilën ai ka kaluar deri dje, thaj, nuk mua s'më trembi ajo kotha, ajo kjo soçme. Kështu që mbyllem me kaq. Ai nuk e ka me ty, e ka me të shkuarën e asaj kohe dhe... Jo, ju do vazhdoni të rini dhe shkuara me kërcenime. Doni të vazhdoni me komunizmin, vazhdoni. Okej. Tani, besoj se nëse do flisni me këto tone, shqyqo, unë do thoshja. Ja u kam thënë dhe herë tjetër. Respektoni vetveten dhe subjektin që ju ka sjellë.
Ju keni 6 muaj që nuk vinin për komisione. Shiko, doni të bëni debat politik të kësaj natyre, por nuk e bëni dot, po ja u them trosh tani, nëse doni të nxjerrni situatën e nxjerrim sa duam. Për këtë jemi këtu. Të lutem kryetare, do flasim për çështjen për cilën jemi mbledhur. Gështënjat do vi koha le të dalin ashtu si do dalin, të nxehta apo të panxehta. Ka kohë ku jemi shumë larg fushatës, besoj se për ne. Për ata mund të jetë akoma në moment fushate. Çështja është po pse e futut e përzihet keq. Jo se përzihen fare ne kërkuam rregull. Se ka rritur kaq zërin këy më se duket sikur flasim me zë të lartë tërki. E ka rritur zërin shumë se ndoshta do thotë ai që fola dhe unë. Zoti Stuku, e mbyllim këtu diskutimin. Pa atëherë performanca pika e 3, kalojmë në votim, ju lutem, pro. Po. Kthehemi edhe një herë pjesës së ndërgjegjësimit mbi riciklimin. Sa të përfshira janë gjimnazet, shkollat në bashkëpunim me drejtorinë arsimore me ZVAN, me projekte kurrikulare rreth ndërgjegjësimit për riciklimin? Janë bërë projekte të tilla? Në për shkolla, janë në bashkëpunim me në bashkëpunim flas me ZVAN, me projektet. Okej, shikoni dhe si një sugjerim, sepse kjo do ishte shumë edukuese. Jo vetëm projekte ndërkurrikulare që ka përfshirë me komunitetin, nxënësit, shkollën. Shikojeni si sugjerim, sepse kjo është vërtet në interesin ndërgjegjësues mbi riciklimin dhe do ishte goxha efikase. Po pikërisht unë mendoj se nga këtu duhesh nisur kjo, megjithatë jo ndërkurrikulare, ndoshta ishte kjo duhet. Faleminderit zonja Toska, atëherë kalojmë votim, ju lutem, pro për pikën 3. Kundër? 24 vota pro. Kundër? Kundër s'ka. Abstenim s'ka. Faleminderit, miratohet. 2 fjalë. I kete të ndryshme apo? Jo të ndryshme. Duke kërkuar, kupton, ne zakonisht kemi bashkëpunuar shumë mirë në raport. Nuk e vën diskutim fare. Në raport. Le të jetë kjo të paktën një situatë që nuk na shkon për Këshillin Bashkiak. Po pikërisht, më prandaj vjen keq dhe e zgjata, se ndoshta edhe nuk mos ta thosha fare dhe nuk e di situatën tënde dhe unë prandaj e thash. Ne presim të shtohen këshilltarët. Presim të shtohen këshilltarët. Po flisi për këtë gjë, po flisja për të, nuk isha këtë lloj problemi, as të lloj diskutimi, ishte tjetër që ja për të diskutuar. Unë nuk vën diskutim fare, mendime do jenë të kundërta asnjë herë, nuk jemi në Këshillin Bashkiak, do diskutojmë, por tu po flisi për çështje për të gjithë e kam, unë tash nuk po i drejtohem zotit të Shuqë si në mënyrë personale, për të gjithë ruajmë etikën, respektin dhe kaq. Tani te pika të ndryshme, nëse ka ndonjë njeri për të folur diçka. Atëherë në lidhje me Indrinë apo flasi Indrina. Okej, dhe pastaj zoti Dura. Faleminderit zonja kryetare. Unë si fillim kisha një falenderim, pastaj edhe një sugjerim. Falenderimi shkon për administratën faktikisht të bashkisë. Më në fund janë vendosur policat e shtrirë në aksin rrugor nga ISH-Y drejturës së Velabishtit. Ky segment rrugor ka pasur prej kohësh mungesë të sinjalistikës dhe elementeve kufizues të shpejtësisë, gjë që ka sjell edhe mos respektim të limiteve të qarkullimit nga automjetet dhe përpasoj edhe aksidente të shpeshta. Me vendosjen e policave të shtrirë, situata është zgjidhur pozitivisht me uljen e shpejtësisë së mjeteve, duke rritur në këtë mënyrë sigurinë rrugore, por edhe duke lehtësuar gjithashtu edhe aksesimin dhe daljen e banorëve nga rrugët lidhëse të lagjeve që janë përreth zonës. Megjithatë, thëm falenderimi, ky aks rrugor ka edhe problematika të tjera dhe një problematik që është vërtet në këndvështrimin tim, por edhe të banorëve me të cilët kam kontaktuar në rajonin numër 1, është zona pranë Green Market.
po pjesë e segmentit nga ish Ypsiloni që vazhdon drejt të urës së Velabishtit. Në zonën pranë Green Market, për shkak të manovrave të kthimit të mjeteve në fund të rrugës dhe mungesës së sinjalistikës rrugore, krijohen shpesh paqartësi në qarkullim dhe vështirësi në lëvizjen e sigurt, si të automjeteve, por ashtu edhe të këmbësorëve, sepse siç e dim, tregu aksesohet edhe nga këmbësorët dhe aty nuk ka sinjalistik. Tani, një sugjerim dhe në mendimin tim, një sugjerim i dobishëm do të ishte ndërtimi një rreth rrotullimi, siç u zgjidh tek ish Ypsiloni, me një fjalë edhe një rreth rrotullim në këtë segment, dhe gjithashtu dhe vendosja e vijave të bardha, do të ndihmonte në aksesin e tregut dhe nga këmbësorët dhe në rregullimin e qarkullimit të mjeteve, me qëllim evitimin edhe të është sugjerim, nuk është se... Po pra, e kuptoj, prandaj thash që është një sugjerim. Po, tani në lidhje me policat e shtrirë, edhe pjesa e aksit rrugor nga ish Shishi, që vijon drejt urës së Velabishtit, dhe aty janë vijat e bardha, por duke qenë se rruga është e drejtë edhe shpejtësia e mjeteve është pa limit. Dhe këtu vendosja e policave të shtrirë do ndihmonte shumë edhe këtu siç ndihmojte pjesa e para aksit. I bje që, më falë, zoti Memani, jo, është pjesë. Ajo është, tek Green Market nuk janë vendosur tek tregu. Po pra dhe kjo ka kohë, ka një muaj që është vendosur. Zone, po, prandaj ka ndihmuar në këtë rast. Zonja sekretare, i bie që edhe aksi rrugor, pastaj nga rreth rrotullimi i spitalit që vazhdon në drejtim të Uznovës, sepse edhe banorët e zonës aty faktikisht janë shumë të shqetësuar për shpejtësinë e lartë të mjeteve. Është e njëjta situatë. Albion, lutem. Por gjithsesi masa duhen marrë, po pra. Interferoni shumë. Faleminderit. Faleminderit. Se di. Kanë lidhje me qendrat e banuara, për cilat është diskutuar që po bëhet një projekt për rezidencat. Besoj se Berati me ardhjen e shumë turistëve, me ngritjen e shumë
bujtinave apo hoteleve është bërë shumë problematik. Ju lutemi nëse mundeni ta përshpejtoni. Dhe më mendje brenda komisionit, ashtu siç e ka dhe ligji, kodi rrugor, të jenë dhe pjesë e këshilltarëve në kontributin e artimit të këtyre të paktën të këtyre pikave të nevralgjike që ka parkimeve të rezidenciale. Unë u kam thënë rastin e kushdo nga ne që shkon me pushime, i shef se Beratit vend turistik, shkon në Pogradec për shembull, është model. Nuk lënë në radhë parë jepet e drejta familjarëve, kundrejt një pagese simbolike, cilët e kanë siguruar, pasaj nëse ka ju jepet dhe tjerëve. Parkim, shkojmë Tiranë, tërë në parkime i qojmë. Askush, sepse në qendrat e rezidenciale nuk të lë njeri, në momentin që ti e fut, ai të merr makinën me karotreshe ta çon. Këtë kërkesë kishja, sepse jemi në kuadrin e, besoj, më falë. Është njëjta pikë, unë do shtoj diçka tjetër. Tek çështja e parkimeve, është edhe zgjidhje, të paktën tek rajoni 2 ku është indikuar jashtëzakonisht shumë nga bujtinat, është edhe zgjidhje edhe për banorët, që aty të parkojnë vetëm rezidentët, por edhe ata që kryejnë aktivitet, nëse ne vendosim që parkimi falas ose parkimi në zonat e qytetit është vetëm për rezidentët dhe këte vendosim me një tabel në hyrje qytetit, edhe ata ndjeni farë lehtësie kur t'ia thonë turistave që vinë Berat që do paguajnë për parkimin. Në krahun tjetër, i jep mundësim bashkisë që të shtojë numrin e parkimeve, dhe kjo është edhe një ardhur e mirë realisht, sepse ata nuk paguajnë me abonem, por paguajnë për aq orë sa qëndrojnë ose për aq ditë sa qëndrojnë Berat. Kjo është praktikë e njohur dhe nuk krijon gërç në ekonomi tek turistët dhe tek bujtinat, pasi edhe ne kur shkojmë me udhëtime jashtë vendit jemi turista, paguajmë për parkimin për aq orë dhe shumë shtrenjtë nga çka kemi parkimin këtu. Paralelisht kjo i vjen një ardhur bashkisë më e lartë tek parkimet që bashkia menaxhon ose i ka 50 me 50, pasi të gjitha ata do paguajnë në shtrenjtë. Kjo ishte pika e parë që bashkohesha me krenarin. Pika e dytë është një shqetësim evident që ne kemi vite që kemi ngritur në lidhje me qendrën e rrugëve. Na është në muajin janar të këtij viti do ishte mbyllur, do ishte gati, dhe jo më shumë se para 2 ditëve i kam dërguar një video edhe kryetarit në lidhje me qenë që i sulen turistave në bulevard dhe në zona që është, nuk e di, është për të ardhur keq që ne nuk kemi akoma një përgjigje të saktë se çfarë do bëhet me këtë situatë. Ato komisionet dhe ato shqetësimet, nëse ne vim, flasim edhe gjërat nuk zgjidhen, ngelen vetëm diskutime ndërmjet nesh, ndërsa problemet vazhdojnë, edhe përgjigjen se kush do t'i zgjidhë krenar, e zgjidh komisioni, se zgjidh dot. E zgjidh administrata ka 2 vjet, nuk kemi përgjigje. Ne kaluam muajin që shkoi një çështje për këtë gjë, besoj do jetë çështje kohe. Më falë, çështje kohe, po qytetarët po kafshohen në rrugë më qenë, se çështje kohe kemi 2 vjet. Prandaj po e theksoj që nuk do jetë e gjatë. Të lutem, kemi 2 vjet që është çështje kohe që nuk do jetë e gjatë dhe qytetarët në rrugë po kafshohen aqend. Ngelet për të parë kjo. Jo ngelet për të parë, çfarë do shikosh, e kemi fakt. Ju lutem na e zgjidhni. Vonesë nuk besoj se do ketë vonesë në këtë gjë. Do marrim masa. Megjithatë, flasë administrata.
Faleminderit, nuk e di që ka pyetje të tjera. Atëherë mbyllim këtu seancën për muajin maj. Kalofshi mirë.